Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe për të analizuar ngjarjet më të fundit në jetën e artistëve shqiptar, por edhe në reality show Big Brother VIP Albania dhe Kosova. Do të ndalojmë këtë herë tek Big Brother VIP Kosova. Lojën që po bën Edi Kuçi, një nga banorët në fakt më të preferuar jashtë shtëpisë, ka një publik të gjerë, ka një audiencë të gjerë, fansat e tij po bëjnë tifo, por mendoj që këtë tifon nuk është se po e bëjnë në rrugë të drejtë, sepse nuk është se i dërgojnë një dron brenda Edit që t'i japin të paktën një informacion nga jashtë. Edi, pas një përfolje të madhe për një lidhje dashurie që krijoi brenda asaj shtëpie me Dolçen, siç duket tashmë ka nisur në rrugën e hakmarrjes. Pse do ta quaj rrugën e hakmarrjes? Sepse Dolçe pati një largim të shpejtë nga Edi, pati një ftohtësi, pati një urrejtje në fakt që edhe ajo vetë nuk e kupton se nga ku i rodhi kjo urrejtje kundërdrejt Edit dhe ky mllef i madh kundërdrejt personazhit të tij, por Edi siç duket po përzgjedhën që ta prekën Dolçe në pikë. Në qoftë se nëpër rrjetet sociale, TikTok, Instagram, Facebook, unë shoh video të shkëputura nga momentet e Edit brenda shtëpisë që po argëtohet dhe po pasionohet dhe po kënaqet në fakt me Albën dhe me Bian dhe me Elionën, por më konkretisht me Bian. Unë nuk e shoh që Edi dëshiron të krijon një lidhje dashurie apo dëshiron të krijon një lidhje brenda me Bian. Shoh që po mundohet që në forma të ndryshme, duke e provokuar Dolçen me Bian, ta bëj Dolçen që të ndjehet xheloze, por Dolçe në Big Brother VIP Kosova fillimisht filloi që ta don Edin, por në Grande Fratello ajo tha që unë nuk është se kam tha ndjenja, sepse nuk janë tipat e mi me shkut aty brenda. Dhe Dolçe pas këtij largimit që pati nga Edi, që do të thënë nuk është se ka marrë si lidhje serioze, nuk është se ka dashur ta njeh Edin, nuk është se ka dashur t'i jep momente Edit, nuk është se ka dashur do të thënë të ndërton diçka, por edhe ato puthje që i ka dhënë dhe ato përqafime që i ka dhënë kanë qenë në kuadër të lojës, do të thënë atë siç unë e thash nën hije të Edit. Dolçe tregoi që në këtë mes ka dorë produksioni, sepse do të thënë pret miratimin e produksionit. Realisht është një skenar i lexuar i gjithi. Por Edi, siç duket, nuk po e kupton dorën tjetër që ka ardhur në këtë lojë. Dhe po i merr gjërat shumë shtruar, mundohet që t'i akmerret, por që do të lindem diçka mes Edit edhe mes Bies, unë këtë nuk e diskutoj fare që nuk do të linde. Por që kanë filluar të ndajnë shtratin bashk, që ka filluar Bia të ndihet shumë e lumtur sepse Bia dëshironte që me patjetër të ketë një marrëdhënie me një djalë brenda asaj shtëpie, domethënë të krijon një diçka brenda asaj shtëpie të mos të rinte kot. Bia po e jeton dhe po e shijon pafund këtë moment. Tani, cila është loja e Edit, cila është loja e Bies, cila është loja e Dolçes deri në këtë pikë ku kanë arritur. Loja e Edit është, do me thënë, që të krijojë një lidhje brenda asaj shtëpie dhe të krijojë, të bëjë një martesë, të bëjë një fejes, do me thënë ashtu siç e do tradita e Big Brotherit. Do me thënë Edi do që të kryesojë në lojë. Dolçe, duke që është shumë me influencë nga produksioni dhe e merr miratimin e produksionit, dhe unë dyshoj që në fakt Dolçe do të jetë dhe përkëdhelura që do ta fitojë këtë formatin. Dhe në anën tjetër kemi Bia Kalifën, e cila pretendon që me patjetër të lidhet brenda në shtëpinë e Big Brotherit për të krijuar dinamik dhe për të qëndruar sa më gjatë brenda këtij formati. Do me thënë, kemi të bëjmë me një kombinim që në fakt Edi është shumë i sinqert dhe nuk po e kupton, ndërsa Dolçe po luan lojën shumë interesante. A mendoni që do të ketë rikthim mes Edit dhe Dolçes pas kësaj gjë? Sepse për shembull Dolçes nuk është që i plas se me kë fle Edi, se ç'a bën Edi, ose ku shkon Edi, në qoftë se do të kishte patur ndjesi dashurie ashtu siç pretendonte ajo. Dua të marr mendimin tuaj.